Prej res që shkëlqente u dëgjua një zë. Ky është biri im, atë dëgjoni. Lavdi ty, o Krisht, mbreti lavdisë amshuar. Lavdi ty, o Krisht, mbreti lavdisë amshuar. Zoti qof me ju. Lecimi i Ungjillit i shenjtë sipas Lukës. Të rritë qofti. Në atë kohë, Jezusi i mori me vete Pietrin, Gjonin, le Jakobin, le unë gjitë në malë për të lutur. Ndërsa po lutej, fytyra ju shëndëruar, le pekta ju ban të bardha e ndryshme si vetët tima. Kur që dy njerëzë që po bisetoni me të, ishin Mojziu le Elia, ata u duken të rrethuar me lavdi e bisedonin me të për kalimin e tij nga kjo jetë, që do të bante se shpejti në Jeruzalem. Pietri, le shokët e tij, i kishte lollur gjumi, por qëndrua zgjuar, le e pan lavdin e tij, le ata dy burra që po qëndronin me të. Le ndërsa ata po ndaheshin prej tij, Pietri i tha Jezusit: Mesues, as mirë për ne të qëndroj këtu, po i ban 3 tenda, një për ty, një për Mojziu, një për Elin. Nuk dinte që thoste. Ndërsa ky ende po fliste, ra një re le e mbuloi me hijen e vet. Kur hyn në re, nxenesi i kapi frika. Prej resu u dëgjua një zë: Ky është biri im i zgjedhur, atë dëgjoni. Ndërsa ky zë po jehonte, Jezusi mbeti vetëm. Nxenesi i hestuan, le nder ato ditë si treguan askujt që kishin parë. Fjala e Zotit. Leximi që kemi ba në këte zgjedhja që bahet nga liturgjia përjashton disa fjale që me duket të rëndësishme. Në fakt filon ashtu pjesë që kemi dëgjuar. Kur 8 ditë ma pas këte fjalimeve, Jezusi mori me vete Pietrin, Gjonin e Jakobin. Unë insistoj shumë, Ungjilli nuk e duke me lezuar sinomat e mbyllur në vetë, si epizod të mbyllur. Por, ashtë si shikoni ju edhe në Netflix, në televizor, ashtë një seri në të si zdo epizod ashtë lidhur, përgatitur e mbyllur nga çka ndodh në fillimin e fundit. Do me thënë, ashtë si një film që vazhdojnë, nuk ashtë një epizod i shkeputur ashtu që ka kuptim vetën e vetë. Për të arsye është shumë rëndësishme me pa që ka ndodhur 8 ditë përpara, 8 ditë, jo 6, jo 5, jo 3, por 8. Do me thënë një javë plot. E kjo është gjithmonë një kohë tepër rëndësishme. 8 ditë është koha në të cilën na kujton në dimension paskvore, dimension e krijimi që plotson bota. Për të arsye 8 ditë përpara ndodhi çka lexoj tani, disa reste përpara. Jezusi u tha, është një komunikim që ban nxënësve, se biri njeriut duhej të vuajnë të shumë,
lëse nuk do të pranohej nga pleqët kryepristerin e shkruesit. Pastaj do ta vristi, por ditën e tretë do të ngjallej. Atëherë u tha të gjithëve: kush dëshiron të vi pas meje, le ta mohoj vetveten, ta marr kryqin e vetë çdo ditë e me ndjek. Që është një sintezë për çka është jeta të nxënësve, do me thënë jeta të pagzuarve ose jeta e kishës. Është sintetizuar në këtë program me ndjek Jezusit, duke mbajt kryqi si stil jetës, do me thënë një jetë fliuar, ofruar si lurat, e me shku deri në fund, deri në Jeruzalem me Jezusin, jo duke me humbë rrugën e për gjatë rrugën, por duke me vazhdua me besnikëri, duke besuar në të, edhe nëse kryqi nuk as një flamur tepër tërheqëse. Nuk ka flamuri që të rreqë turmat ashtu me entuziazme, si shkojnë me si shkojnë në stadiumi me ba tifozeri për ndonjë ekip ose një tjetër. Jo asë një rrugë që angazhon, kërkon, por asë një rrugë ndriquar nga një dritë që asë vetë Krishti. Tu angazhoke feja jonë, a besojnë në vërtetë në Jezusin, sepse çka është sintetizuar në këtë fjalë që kemi dëgjuar, është thelbi në jetës sonë. Sa herë kalojnë momentet e tillë, çorientimet, çka na ndodh duke se na devijojnë nga feja që kemi zgjedhur, ose se kundërshtimet e jetës ulen shpresat që kemi, ulemi besimi që kemi në Zotin, pse na ndodh kështu, çfarë mëkat kam ba, çfarë janë gabimet e mia, janë pyetje që vjen naturalisht në zemrat e njerëzit ku është në provë. Por pikërisht Zoti vjen për na shëruar. Për këtë arsye kuptoni se në etapa e dytë, masi kemi folur për tundimet në javën e parë, tani flasim për ecja, po një ecje ndriçuar, jo një ecje në errësirë. Një ecje që ka një dritë. E kjo drita është Jezusi që para nesh ka hapur rrugën. Ma ndjekin, mos kini frikë, mos humbni shpresë, rekuperoni fen, energjin, forcë, e atë kuptoni se ushtrimet që bëhet gjatë kreshme, ushtrimet pendestare, lutja intensive që bëjmë më tepër, dëgjimin e fjalës më shumë, janë veten mënyrën të cilin e realizojnë na bajnë shtërvitje të manë shpirtërore, pikërisht për me qenë aftë, për me pranua jeta si vjen nga dora e Zotit. E me besuar që është një dorë e mirë, jo një dorë e keq. Vazhdon akoma se Jezusi, ungjilltari, duke na treguar kjo çështje veçantë që ka në Majën e Malit, që tradita identifikon me Mal Tabor, jo larg prej Nazaretit. Ndërsa po lutej, të gjitha gjëra janë në kuadrin e lutjes. E ne gjatë kreshme kemi folur shpesh për lutja si një ndër tre dimensione kryesore e një ecje pendestare. Lutja, agjerimi që përforcon lutjen, e lemosh që realizon që ka lutet. Ndërsa po lutej, konteksti ndodh diçka veçantë. Ata nxënës që janë zgjelur si ne për me ndjek Jezusi, kanë një vegim. Por unë propozoj juve diçka, mos mendoni se vetëm nuk e kërku një vegim jashtëzakonshme. Këto lloj vegim, do me thënë me zbuluar fytyre bukur e Jezusit, vjen nga lutja. Lutja ka kjo forcë që ban që ne përjetojnë Jezusi, Zoti pranishe në jetën tonë, e që gradualisht në ndriçon jetën. Në zbulon në vërtet kush është ai. Në zbulon fytyrën e tij,
ndriçuese, edhe pektat e bardha. Ta pektat e bardha që për të cilit do të dëgjojmë prap kur diela e Pashkëve. Diela e Pashkëve. Ta pektat e bardha janë pektat në të cili shfaqet i rinjallurit, janë pektat e bardha që kanë ata dy dëshmitare, dy engjëj që lajmërojnë për ngjalljen e Kristit. Për të arsye, këtu në mal Taborit, në malin e malit, ç'a kemi? Kemi një çfarë lloj parashikimi i Pashkës. Çka na mbestet sot në vështirësisë e sotme? Feja që Kristi u ngjall. Por jo jashtë kuadri realistik që përpara vdiq, që përpara ka pasur mundimet. Por se mundimet le vdekja nuk janë mbarimi i historisë. Nuk ka falimentimi i Jezusi, si nuk ka falimentimi i ekzistencën tonë, që nuk ka destinua për fund e gropes, por për një jetë më plot. As feja e ringjalljes se orienton e jep shi e kuptim për një jetë e krishterë, jo diçka tjetër. Nuk kemi shpresë tjetër përveç Jezu Krishti Zot. Ai ka realizuar çdo gjë që nevojitet neve. Nuk kemi për me kërkua asgjë tjetër. E dalandusha sot hysion ndjem paranverë. Atëherë, kjo është qendra e punës. Me verifikuar në këtë kokën e kreshme kush është në qendër e jetës son krishterët, ç'a shpresojnë, ç'a kërkojnë. Sepse gjërat e tjera që kemi, edhe devocionet, edhe orientimi, edhe nderimi i Zojës Marijës, nanot, tjera. Çfarë janë? Nuk janë qendër, por janë korniza. Janë pasojat e ringjalljes së Kristit. Dakor? Janë refleks e ringjalljes së Kristit. Për këtë arsye, edhe kultit e shenjtërve e nderimin e Zojës na ndihmojnë, sepse shikojnë si ringjallja e Kristit, vdekja e ringjalljes e Kristit ka vepruar në mes nesh, duke gjeneruar shenjtëritë ndryshme, shkëlqyeshme e shembuj që janë vërtet denjë për me qenë nderuar e pranuar. Por as korniza nuk ka qendër. Figura qendrore pas e lëndësueshme as Jezu Krishti, Zot, që vdiq e u ringjall për ne, e jo diçka tjetër, as kush, as papa, as kisha, as bota, as gjë. Çdo gjë as në shërbim e tij. As zera që lajmëron veprën e tij pas e lëndësueshme. Për të arsye, feja e krishterë na kujton qendër e pagëzimin ton. Kokat e kreshme as me rizbuluar kuptimi e pagëzimit, që me qenë pagëzuar në emën të Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, por kemi qenë pagëzuar në vdekje e ringjallje e Kristit, historikisht edhe personalisht. Kjo është realitet. Për këtë arsye, kjo ungjilja kaq rëndësishme që është në etapa e dytë e ringjallit gjithmonë çdo vit. Na zbulon ku jemi orientuar, ku jemi drejtuar. E kjo vërtetohet edhe më tepër nga një detaj që ekziston vetëm në ungjilin e Lukës. Te 4 ungjilit e lexoni na tregon për ndërrimi i Jezusit në mal Taborit, por vetëm Luka na tregon argumenti e bisedes ndaj Jezusi, Mojziu e Elia. Mojziu e Elia që janë dy figure profetike që dominon bezdidin e vjetër, me thanë, personifikon Bibla të ebrejve, historia të Izraelit edhe historia e bezdidjes deri në Krishtin. Krishti është fjala e fundit. E ata bisetonin, thohet, unë ndryshoj një fjalë që nuk është të për eksaktu, ja bisetonin me të për daljen e tij. Dalje nga çka? Dalje nga misionin e tij mesianik
që do të kryhet sa më shpejt në Jeruzalem e në një rast veçantë, që nuk ka vdekja. Vdekja nuk ka mbarimi i misioni mesianik të Krishti, nuk ka kryqi, fjala e fundit. Asta ringjallja. E ringjallja në momentin e të cili ai duke plotësuar çdo gjë në këtë botë, ktheket te hati. Do të thënë, ajo që për ne është festa e shërbumit, do të thënë ngritja e Krishtit në qiell. Jemi tu folur për këtë punë. Ata na bisetojnë me Krishtin për me zbuluar, me shpjeguar si ta mbesditjen e vjetër është në përgatitje për këtë eveniment, që as Pashka e Krishtit deri në ngritjen e tij në qiell, ku ktheket ulur në djathtën e atit e zbulon plotësisht e definitivisht kush është e çka ka vepruar për ne. Kjo është edhe në aspekt tjetër që duke me konsideruar e që shënon edhe ecjen ton liturgjike, sepse kreshme në vetë nuk është asgjë. Dakord? Është si një qiri tu i fikur. Një qiri ka kutin i fikur. Jo, ka kutin ku është ndezur. Nëse kreshme është qiri, flaka që je për kutin e funksioni që ka, është Pashka e Krishtit. Pashka e Krishtit. Për të arsye, këta 40 ditë e kam 50 ditë të plotësimi. O më mirë, 40 ditë tjetër deri në ngritjen e Krishtit në qiell. Shikoni si harmonia që ka edhe liturgjia nga Shkrimi i Shenjtë. 40 ditë e 40 ditë që plotësojnë çka? Një ecje plotë ton nga kryqi deri në ngritjen e tij në qiell. E ne që jemi ngjitur me të përgjithmonë në këtë vepër shpejtimtare. Kjo është kuptimi për çka krentoj në këtë kokë e çka krentoj fatikisht në çdo javë e ditës e çdo javët e vitit. Një aspekt tjetër që më duket shumë rëndësishme e qendrore është si zhvillohet kjo çështja mistike që kemi në majtë e malit. Maja e malit na kujton edhe maja një mal tjetër, mal Sinait, kur paka shumë edhe Mojziu shkon në një situatë të tillë në praninë e Zotit. Mirë, atëherë nxënësit janë tu folu, dëgjojnë, shikojnë, kuptojnë se Bibla e bezditjet e vjetër ka vetëm një qëllim, me përgatitur Jezusin. Për të arsye Jezusi është krejtësisht profetizuar në çdo çështje që kemi në bezditjen e vjetër. Bezditjen e vjetër në vetë nuk plotëson historinë, mesazhin e veprave hyjnore. Nëse nuk vjen Krishti. E për këtë arsye Krishti interpreton e në çfarë mënyrë edhe gjykon historia e vjetër. Për këtë arsye nuk ka mundësi për me lexuar Biblën duke absolutizuar një kapitull, një rest, një fjalë. Nuk është indiferente çka është nën gjykimi e fjalës e Krishtit, çka na shpall ai, e çka shpalet përpara, që ndoshta ka vlerë përkohshme, as fjala e Zotit, po, as fjala për Izraelit, po, ka një vlerë definitive. Jo, nëse nuk ka në përputhje në çka plotson Jezu Krishtit. Jezu Krishti gjykon edhe fjalën që ka ardhur para tij. Elia e Mojziu janë një funksion të Krishti, jo Krishti në funksion të Mojziu e Elia. As Krishti që gjykon fjalët e Mojziut, si vërtetohet në fjalimin e malit, që është një reshikim e një azhurnim e ligjin e Sinait. Për të arsye duke me shikuar lexuar Biblën gjithmonë nga fundi mbrapa, jo nga fundi në rinë fillim, e jo thjesht nga fillim deri në fund. Dakor? Si kuptim, ne lexojmë, nuk ka problem me lexuar me rresht, po shumë problema që gjejnë gjatë të bezditjen e vjetër, gjilët të veten ku kemi ardhur në fjalën e Krishtit në bezditjen e re. Kjo është shumë rëndësishme me kuptuar. Krishti sintetizon çdo fjalë e gjykon edhe fjalët që janë përpara. E disa fjalë nuk janë pranueshëm në mesimin e Jezu Krishtit. Edhe nëse kanë pasur një funksion në bezditjen e vjetër. E kjo është një ecje rëndësishme, që du me kryuar një disiplinë
interpretuese si pranojnë fjalën e Zotit. Për të arsye, në Meshën e Shenjtë lexojnë gjithmonë bezijen e vjetër, leximin e parë dhe psalmi, por lexojnë gjithmonë në fund Jezu Krishti, që vërteton çka kemi lexuar përpara. Një aspekt tjetër është si Zoti dëshiron me qenë komunikuar neve. Kush është hyj? Tu kemi dy shembuj të fuqishëm. Hyj nuk shifet fare. Tu shifet vetëm fytyra e Krishtit. Për çka është hyj, si konceptojnë në mënyrë i përgjithshëm, kemi një re, që është një shembull fuqishëm që vjen nga bezdinën e vjetër, edhe kur Salomoni e përpara Mojziu peroron shëntënor në shkret e tirë e në Jeruzalem, është një rerë që zbrit mbi shëntërore e realizon, konkretizon në çfarë mënyrë prania e Zotit, i cili nuk ka mundësi për me qenë njohur nga mendja njerëzore. Nuk ka mundësi për me qenë pa nga sytë njerëzore. Bë vetëm e perceptuar si një re që shifet por nuk kapet, që defton vetë e një kosi mbulon, ose një re e ka kjo si mjegull, kupto që si ashtë nuk kapet edhe më shumë mbulon se zbulon. Misteri Zoti ashtë tepër madh për ne. Hyj gjithmonë ashtë më tepër në të lartë. Atëherë që kemi, e një pjesë tjetër, e vetëm nga gjërat që kemi mundësi, është me dëgjuar fjalën e tij. Ai zbulon vetë nëpërmjet fjalë, nëpërmjet në zërë. Edhe zëra e dëgjojnë, nuk kapet, tingulon, po zhduket. Një zëra ka nevojë për estje përpara e për hestje mbrapa. Ky është misteri i Zotit. Zoti nuk ka mundësi që përkufizojnë me fuqi tona, me inteligjenca tona, edhe ma tepër me fut Zoti në shërbimin ton. Dhe për të arsye Zoti ja gjithmonë në kundërshtim me pushtete e kësaj botës, që edhe sot në këtë ditë deftohet si pushtete njerëzore që pretendon me realizuar prania e Zotit në botë për me drejtuar destin të njerëzve. Jemi në një kontekst blasfemues, nuk ka blasfemia më e madhe ku pushteti njerëzor veshet me pektat hynore. Mjafton me lexuar librin e zbulesës që është shkruar për këtë punë. Por këtu kemi prapë diçka të tillë. Zoti nuk ka mundësi për me qenë prekur. Zoti na te i kanon. Për të arsye, si kemi mundësi për me njohun Zoti? Vetë Zoti ta tregon si. Ta tregon me një fjalë shumë qartë, dy fjalët. Ky është biri im. Zoti nuk zbulon vetë si një personazh, si një, po ta zbulon një marrëdhënie. Unë jam ai që realizon një marrëdhënie. Kujtojnë bezdinën e vjetër. Unë jam ai që është. Këtu kemi mundësi për me thënë, unë jam ai që don. Zoti është dashuria, thotë Shëngjoni. Për të arsye, kur tregon se ekziston një bir, shpalet që ekziston një at. E një marrëdhënie nga ati në bir është komunikimi i qenjes e jetës e njëkohësisht edhe një bashkandarje e dinitetit, edhe më tepër një bashkandarje e dashurisë. Për të arsye, Zoti deftohet për iniciativën e vetë, po jo në vetë, nëpërmjet Jezu Krishtin. Pa Jezu Krishtin nuk kemi mundësi për me kuptuar kush është Zoti, ose formoj ide deformuar i Zotit. As ai vetë që na thon, atë dëgjoni, a doni me ditë kush jam unë, si veproj unë, çfarë është fytyra ime, çfarë ndjenja ime ndaj jush, ndaj njerëzimi, për historitë e njerëzve, atë dëgjoni, nuk keni rrugë tjetër. Krishti, as pas e vencueshme, fjalën e tij as orientimin ton definitiv, që pranoi që nga dita e pagëzimit deri në ditën e fundit. Atëherë, kuptojnë se edhe fjala e fundit me të cilin mbyllet Ungjili sotme ka një rëndësi e madhe. Ndërsa ky zë po jetonte,
Jezusi mbeti veten. U zhduk çdo gjë. U zhduk zhduk Mojziu, zhduk Elia, e çana mbetet neve, do me thanë dishipujve e neve sot, Jezusi, jo diska tjetër. E me Jezusi kemi për me zbrit nga mali, me vazhdua ecjen deri në Jeruzalem. Ja tërë kuptojnë si refreni përfunditar që kemi lexuar në fillim. Kush dëshiron të vi pas meje, le ta mohoj veten, të marrin kryqin e vet çdo ditë e me ndjek deri në Jeruzalem si janë të ba unë. Për të arsye, a jeni gati ju? A jeni gati? Nëse jemi gati, atër vazhdojnë ecja ke kresmeve, edhe ecja jon krister, se është sintetizuar në këte rrugtim shpirteror. Qoftë në Jezu Krishti.